Presidenti rus Vladimir Putin po zhvillon këtë të mërkur takim të zgjeruar me homologun e tij kinez Xi Jinping në Pekin, në kuadër të një vizite që synon fillimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik mes dy fuqive. Putin u prit me ceremoni zyrtare dhe tapet të kuq në stallën e madhe të popullit, një prej simboleve më të rëndësishme shtetërore në Kinë. Në nisje të takimit, presidenti rus e cilësoi Xi Jinping si një mik të dashur, duke theksuar se kishte pritur prej kohësh realizimin e kësaj vizite. Nga ana tjetër, Xi Jinping deklaroi se bota po përballet me sfida të mëdha për shkak të asaj që ai e quajti hegemoni unilaterale, ndërsa bëri thirrje që Kina dhe Rusia të kontribuojnë në ndërtimin e një sistemi qeverisje globale më të drejtë dhe më të barabartë. Gjatë bisedimeve, Vladimir Putin u ndal dhe në çështjet energjetike, duke deklaruar se Rusia betet një furnizim i besueshëm i energjisë në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme vijojnë të ndikojnë në tregjet ndërkombëtare. Presidenti rus i përcolli gjithashtu homologut kinez një ftesë për të vizituar Rusinë vitin e ardhshëm, ndërsa theksoi se marrëdhëniet mes Moskës dhe Pekinit po kontribuojnë në ruajtjen e stabilitetit global. Sipas agjendës zyrtare, dy liderët pritet të marrin pjesë më vonë gjatë ditës në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes dypalëshe, aktivitete arsimore dhe një ceremoni tradicionale çaj që do të mbyll takimet e ditës së parë të vizitës.